të llogarisë tyre është që të bashkohet opozita për të mundur Edi Ramën. Kjo është logjika. Pra të bashkohet PD-ja me votat e Agronsheje dhe me votat e Adriatik Lapaj. Vetëm gon Agronsheje në Tiranë duket kishte diku te 21.000 vota, përafërsisht. Zoti Lapaj nëse e shef se nuk e di në Tiranë sa më 17.000 kishte, se 17.000, po 16.000 diçka të tillë kishte. 16.000 dhe mirë është ta konfirmoj, po ndërkohë që mund të ma bësh të Nëse, do më thënë, unë të bëj një këndvështrim, të bëj... Ideja është duke mbledhur votat e Agronit dhe votat e Tikut, që besoj se janë relevante, sepse flasim për pushtetin qendror, ndryshon pushteti qendror nga pushteti lokal, qoftë edhe në kandidat. Pra nëse dikush voton Gonin, nuk voton Berishën. Se nuk është ik me dy presa kjo, më kupton. Se kjo është çështja tani, do më thënë, e gjithë diskursi i kësaj tani... Votat e 2025-ës, pra majt 2025, 11 maj 2025, nuk përkthehen votat detyrimisht që nuk lëvizin nga Istikami për të shkuar aty ku duhet shkojnë. Pra të rinë te Goni, të rinë tek Lapaj, po nuk mund të përkthehen vota për Partinë Demokratike ose i kandidat të Partisë Demokratike. Sepse janë vota pro Berishës, apo jo? Nuk janë më. Besoj që njerëz që janë distancuar ose kanë votuar Gonin si një djath më garuese, me demokracitë brendshme më të solide, ose një djath që shkëputet nga e kaluara e Partisë Demokratike, Goni ose këto zgjedhjet kandidati i Partisë Demokratike i kthen prapa kthej ose si thuash tek variantet që ata e votuan ose nuk i votuan, nuk e mbështeten. Adriatik Lapaj është kryekput kundër fare biles të dyjave, se s'ka as qasje djath. Adriatiku është kapçat si thuash, në kontekstin që nuk është quar si as me Ramën, as me Berishën. Por besoj që duke u bashkuar të tre faktorët, që janë faktorët kryesor po flas, se ishte mirë të ishte edhe zoti Dashej me Ngelet Aliben, po aq vota se kanë, se ato janë votat pastra djathta. 5.000, po nuk janë pak. Kujtojmë që Lul Basha kur e fitoi Bashkinë e Tiranës, e fitoi me votat e Partisë Komuniste të Marko Dajtit, mos gaboj atëherë, nuk e di ose ka qenë ky tjetri. Se nuk më kujtohet tani për momentin, po plus çfarë bën pastaj më mbrapa, po flas që 1450 vota i dhan fitoren atëherë Lulzim Bashës. Bën diferencë të madhe, kështu që edhe votat e Dashejit janë të rëndësishme, edhe votat e Euroatlantikëve që nuk e di sa vota kanë. Sa kishin 9800 në Tiranë, në Tiranë 9800. Po. Janë goxha. Se zoti Dashej nuk e di sa kishte në Tiranë, më thonë, mund të kem pasur 5000 ca kishte zoti Dashej në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Pra Shej me Alibej. Po, Shej me Alibej. Tani po të marrim gjithë këto faktorët, sikur edhe nëse nuk bie dakord Shej, po element të Partisë të Euroatlantikëve ose të zotit Shej të bashkohen me opozitën, besoj se rezultati 2023-shit do jetë më i ngushtë. Ka një sfidë shumë të madhe sot, Ermal, që duhet kuptojmë neve. Sfida kryesore është që Edi Rama i ka thrit në duel Partinë Demokratike për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve të 2025-s, pra 11 majit, që të nxjerrë blof opozitën, duke e kapur të papërgatitur, ta nxjerrë blof për t'i thënë se unë nuk t'i kam vjedhur zgjedhjet, pra ne po vonoj edhe raporti ose bëjë Dirit, që s'ka ndodhur kur, është bërë gjithmonë para se të mbledhet parlamenti. Unë nuk i kam bërë zgjedhjet, nuk i kam vjedhur më saktë zgjedhjet dhe Rama nëse kap rezultatin e 2023-shit rikonfirmon si thuash e përsinë e tij ndaj Partisë Demokratike, nëse nuk luan rezultati, sepse me arrestimin e Erion Veliet, me arrestimin e drejtorëve PSD që këta e quajnë si bankomati i blerjes së votave, besoj se në këtë rast i mungon bankomati. Në rastin tjetër, sfida që i ka edhe Edi Rama Partisë Demokratike, nëse Partia Demokratike tregojë të zgjuar dhe mbledh gjithë grupet e interesit dhe arrin të minimizoj ngushtë rezultatin ose po them një rezultat thjesht pozitiv, sikur të jetë 20.000 vota me Partinë Socialiste. Në këtë palë zgjedhje flas.
sepse për një vit e gjysmë kemi zgjedhjet e tjera. Nëse e hap dritën e jeshile, edhe demokratët shohin që këta e kanë seriozisht, besoj se edhe partitë e tjera ose faktorë të tjerë që duan ose kërkojnë rrezimin e Edi Ramës dhe ndryshimin e pushtetit, besoj se do bëhen bashkë për t'i dhënë një perspektivë tjetër Partisë Demokratike. Por nëse këta dështojnë në këtë sipërmarrje, që prandaj kjo është dilema më e madhe e Partisë Demokratike, nëse këta dështojnë në këtë sipërmarrje, atëherë konfirmojnë rezultatin e Edi Ramës. Edi Rama nuk po bën zgjedhje se i duhet Bashkia e Tiranës, ta menaxhojë, ta komandojë. Edi Rama ka dhe menaxhon dhe komandon Bashkinë e Tiranës. Edi Rama do të konfirmojë që ky nuk i vjedh zgjedhjet, nuk fut duart te votat, nuk ka banda që prekin votat, që shesin blen ose kërcënojnë votues për të votuar. Ne e dimë dhe shumë mirë që në Tiranë ky fenomen është pak më i zbet se sa në rrethe. Është brenda Unazës. Po pra, brenda Unazës, tani në fshatra, po edhe besoj në Tiranë është më i zbet fenomeni se ku do tjetër. Kështu që në këtë kontekst, Partia Demokratike du tregohet shumë e matur me kandidatin dhe besoj se nëse Florian Binaj arrin të bëj Adriatik Lapaj, siç është shprehur Lapaj që unë do jap mundësinë ose do e përkra. Ajo është mbështetja, kush çfarë tjetër. Anri, unë doja ta pavarësisht se ai deklaroi që do kandidojmë vetëm. Ndoshta kjo i ndryshon atë perspektivën. Unë po të analizoj pikat e dobta të zotit Florian Binaj në këto momente përballë. Domethënë, pikat e forta janë që ai është njeri i cili s'ka qenë kurrë i përfshirë në politikë. Ka qenë njeri i cili e ka ngritur karrierën e vet me punë. Pra po cilësojmë pikat e forta të zotit Binaj. Nuk i kemi dëgjuar kur në vokacion politik, se është ndryshe kur je në pozicion apo në punën tënde, ndryshe kur je njeri politik që do duhet kesh kujdes, po do duhet dhe të kesh artikulim. Pikat e dobta të zotit Binaj janë fakti që vetëm para një viti u largua nga partia e zotit Lapaj për thënë që dua t'i angazhohem profesionit tim. Dhe tashmë mund t'ja përdorin. Pika e dytë përsëri që mund të atakojnë lidhe drejt për drejt